ka vende ku ka nisur që të krijohet mishi në laborator. Po. Si bëhet kjo dhe as zvendësohet mishi me cilin e mësuar deri tani? E kuptoj. Për prodhimin e zvendësuesve të mishit apo mishit alternativ apo produkteve që ngjajnë sa më shumë me mishin ka disa metoda. Njëra është kultivimi i mishit në laborator, tjetra është përdorimi i këtyre mykoproteinave apo proteinave të tjera me origjinë bimore që bazohen kryesisht në proceset e fermentimit. Proceset konsiderohen minimale, konsiderohen miqësore për mjedisin dhe nuk janë të varura në pjesën e përdorimit të tokës, të burimeve ujore apo dhe burimeve të tjera. Çka kanë patur edhe zhvillim kohët e fundit, sepse duke parë që popullsia është në rritje dhe ka nevojë që të kemi produkte ushqimore për të furnizuar këtë popullsi në rritje globale, atëherë janë gjetur këto metoda alternative që bazohen kryesisht në fermentimin apo në kultivimin e mishit në laborator. Sigurisht teknologjitë janë të ndryshme, dhe përveç prodhimit në laborator janë dhe teknologjitë të cilat japin formën që t'i ngjajë sa më shumë teksturës, karakteristikave organoshqisore, pra pamjes, atë që konsumatori kupton të parin, aroma, pjesa e shijes që ju e thatë, ngjyra, por edhe tekstura gjithashtu është shumë e rëndësishme që t'i ngjajë sa më shumë mishit real apo konvencional.